Në fillim të viteve 80 dhe 90, Europa po përballej me sfida të reja të krimit të organizuar. Por askush nuk e priste që një shqiptar nga Kosova, i quajtur Basri Bajrami, do të hynte në histori si një nga figurat më të frikshme të Belgjikës. Ai ishte pjesë e një bande famkeqe, të njohur si banda Hammers, dhe emri i tij do të lidhej përgjithmonë me një nga ngjarjet më tronditëse politike dhe kriminale të shekullit të 20, rrëmbimin e ish kryeministrit belg Paul van den Boynants, një ngjarje që për 32 ditë mbajti frymën pezull të një kombi të tërë dhe që tronditi Europën. Basri Bajri lindi në Kosovë në vitin 1955. Si shumë shqiptar të asaj kohe, jeta e tij nisi me vështirësi të mëdha. Realiteti politik i Jugosllavisë së Titos, përplasjet etnike dhe mungesa e mundësive ekonomike e shtyn atë të kërkonte një rrugë tjetër. Në vitet 70, Bajrami emigroi në Perëndim. Fillimisht jetoi në Shtetet e Bashkuara, por më vonë u vendos në Belgjik, ku qëndroi për gati 30 vjet. Në Bruksel ai nuk u bë një emigrant i zakonshëm. Shpejt filloi të përzihej në botën e nëndheshme, duke u lidhur me njerëz që kontrollonin lojrat e fatit, kazinot ilegale, tregun e drogës dhe kontrabandën. Në pak vite, Basri Bajri u shndërrua nga një emigrant i zakonshëm në një figurë kyçe të mafjas shqiptare në Belgjik. Në Bruksel, Bajri filloi të shfaqej në rreth e gjithnjë më të errta. Ai u njoh me shumë njerëz të fuqishëm në botën e krimit dhe gjeti vendin e tij pranë Patrick Hammers, një emër që shpejt do të bëhej sinonimi i dhunës dhe grabitjeve spektakolare. Banda Hammers ishte e njohur për sulmet brutale ndaj furgonëve të blinduar që transportonin para. Ata ishin të armatosur rënd, të dhunshëm dhe të pamëshirshëm. Bajrami u bë një nga njerëzit më të besuar të Hammers. Sipas burimeve të kohës, ai njihej si njeriu i gishtit në këmbës, një nga më të rrezikshmit e grupit. Ky ishte fillimi i një spirale kriminale që do të kulmonte me rrëmbimin më famkeq të historisë së Belgjikës. Ishte janari i vitit 1989. Paul van den Boynants, ish kryeministër dhe një nga figurat më të rëndësishme politike të Belgjikës, sapo kishte dalë nga një vizitë në qytet. Në momentin që po parkonte makinën e tij në garazh, një grup burrash të armatosur i bën prit. Mes tyre ishte edhe Basri Bajrami. Ish kryeministri u rrëmbye brutalisht dhe u zhduk pa gjurmë. Brenda pak orësh, Belgjika u gjend përballë një krize të paparë. Një nga njerëzit më të fuqishëm të vendit, tashmë ishte në duart e një bande kriminale. Për 32 ditë, Van den Boynants u mbajt peng, i izoluar, me sytë e lidhur dhe nën kërcënimin e armëve. Grupi kërkoi një shpërblim prej 20 milion markash gjermane. Pas negociatave, u paguan rreth 5 milion, që u dorëzuan nga djali i kryeministrit. Shuma e madhe e parave u nda mes anëtarëve të bandës, por historia nuk ishte përfunduar. Ky rrëmbim tronditi jo vetëm Belgjikën, por edhe mbar Europën. Për herë të parë një kryeministër i një shteti evropian ishte marrë peng nga një bandë mafioze. Ishte një precedent i frikshëm. Hetimet e policisë belge po intensifikoheshin. Media ndiqte çdo hap të ngjarjes, ndërsa opinioni publik kërkonte përgjigje. Në shkurt të vitit 1989, vetëm pak javë pas lirimit të kryeministrit, autoritetet belge arrestuan Basri Bajramin. Ai u identifikua si një nga figurat kryesore të operacionit, së bashku me Patrick Hammers, Kaplan Muratin dhe Philip Lacroix. Procesi gjyqësor zgjati vite dhe u bë një nga më të përfolurit në historinë kriminale të Belgjikës. Në vitin 1993,
Ndërsa po zhvillohej procesi gjyqësor, Basri Bajrami arriti të bëjë ato që dukej e pamundur. Së bashku me Filip Lakroix dhe Kaplan Muratin, ai u arratis nga burgu famkeq i St. Giles në Bruksel. Ishte një arratisje organizuar me kujdes, që turpëroi autoritetet belge dhe tregoi edhe një herë fuqinë e rrjeteve kriminale. Por kjo liri nuk zgjati shumë. 2 vite më vonë, Bajrami u ka përsëri në Maqedoni dhe u ekstradua në Belgjik, ku u dënua me burgim të përjetshëm. Pas disa vitesh në burgjet belge, Basri Bajrami u transferua në Kosovë në vitin 2004. Pas disa vitesh burg në Kosovë, ai u lirua në rrethana ende të paqarta. Pas daljes nga burgu, ai u përpoq të jetonte një jetë të qetë, larg syve të medias. Por historia e tij është tashmë e shkruar. Emri i tij kishte hyrë në librat e zinj të krimit evropian. Rrëmbimi i kryeministrit belg mbeti edhe sot një nga episodet më të famshme të krimit të organizuar në Europë. Një ngjarje që tregoi se sa të fuqishëm mund të bëhen bandat kriminale dhe sa të brishta mund të jenë edhe institucionet më të forta. Ngjarja e vitit 1989 nuk ishte thjesht një histori krimi. Ishte një paralajmërim për Europën. Krimi i organizuar ndërkombëtar ishte tashmë i aftë të sfidonte shtetet dhe qeveritë. Për Belgjikën, kjo ishte një plagë e thellë në sistemin e sigurisë. Për Kosovën dhe diasporën shqiptare, ishte një njollë që shpesh u përdor për të etiketuar komunitete të tëra. Megjithatë, historia e Basri Bajramit mbetet një shembull i asaj se si një njeri, duke ndjekur rrugën e krimit, mund të arrijë momentalisht pushtet dhe famë, por përfundimisht të shkatërrojë jetën e tij dhe të lërë pas vetëm një trashëgimi të errët. Historia e Basri Bajramit dhe rrëmbimit e kryeministrit belg është një rrëfim i dhimbshëm mbi ambicien, dhunën dhe pasojat e krimit të organizuar. Është një ngjarje që nuk do të harrohet kurrë dhe që edhe sot, më shumë se 30 vjet më vonë, vazhdon të analizohet si një nga episodet më të bujshme të historisë moderne të Europës.